Them të drejtën, uji I pishëm në kohët moderne shpesh trajtohet pak a shumë si një lidhje interneti me shpejtësitë lartë dhe pa limit fare. Domethënë njerëzit hapin rubinetin dhe presin që gjithçka të rrjedh pafund. Fiks, pa asnjë ndërprerje. Pikërisht. Sikur të ishte thjesht një klikim në një aplikacion, apo nuk e di, një shërbim I padukshëm që vjen nga një ruter kozmik diku. Por ky është ndoshta një nga iluzionet më të mëdha të përditshmërisë sonë. Të mendosh se pas atij rubineti ka thjesht një burim magjik që nuk shteron kurrë, do thotë të injorosh një makineri kolosale. Është një makineri masive, vërtet. E gjejmë veten duke I marrë gjërat të mirëqëna. Definitivisht. Dhe prandaj jemi mbledhur sot në këtë analist fell. Për të eksploruar një dokument mjaft specifik, është një udhëzues I titulluar Kurse ujin çdo pikë ka vlerë. Dhe për qenë I sinqert, kur e pash këtë titull për herë të parë, mendova me vete, kjo do të jetë thjesht një tjetër listë me slogane mjedisore që I kemi dëgjuar që në shkollë fillore. Është një reagim plotësisht I kuptueshëm, të them të drejtën. Këto lloj mesazhesh shpesh kthehen në një lloj zhurme në sfond për ne. Bëhemi të mpirë ndaj tyre. Ashtu është, jemi të mbingopur me fushata ndërgjegjësimi që na thon çfarë të bëjmë, por rrallëherë na shpjegojnë atë mekanikën e vërtet, atë logjikën se pse duhet ta bëjmë. Kështu që misioni I diskutimit ton sot nuk është absolutisht të ripërsërisim faktin që uji duhet kursyer thjesht sepse ashtu është e drejtë. Qartë, pra predikime morale. Fiks, pa predikime, qëllimi është të thellohemi në logjikën e hekurt ekonomike, infrastrukturore dhe ekologjike që fshihet pas këtij udhëzuesi. Dokumenti ofron një kornizë analitike ku çdo veprim I vogël individual nuk shihet si një pikë izoluar. Domethënë shihet si pjesë e një reaksioni zinxhir, apo jo? Sakt, një reaksion që dikton drejt për drejt mbijetesën dhe qëndrueshmërinë e qyteteve tona. Okej. Atëre le ta zbërthem këtë. Duke nisur pikërisht nga ky bllokim mendor që tha pak më parë, që e kthen thirrjen për kursim thjesht në një zhurmë sfondi. Udhëzuesi thekson se I gjithë problemi I shpërdorimit buron nga disa mite shumë të rrënjosura thellë. Po dhe janë mite që I besojmë thuajse të gjithë. E vërtet. Miti I parë dhe ndoshta më I rrezikshme është ai që thotë ka gjithmonë ujë të mjaftueshëm. Dhe të jemi sinqert, është një mit që ne ushqejmë shumë lehtësisht. Planeti ynë është I mbuluar në pjesën dërmuese nga oqeanet, kur bie shi, rrugët mbushen plot, lumenjtë duken të tembushur. Kështu që lind pyetja, pse nuk do të besojmë se jemi të rrethuar nga një bollëk I pafundëm? Ky është një koncept shumë interesant. Në psikologji njihet që iluzioni I bollëkut, dhe ka një shpjegim shumë logjik sepse truri I njeriut bie prej e tij kaq lehtë. Ne jemi të prirur nga natyra jonë të vlerësojmë atë që mund të shohim me sy tan dhe atë që kërkon një kosto të menjëhershme për t'u arritur. Një lloj përpjekje fizike, si thuash. Eksaktisht. Në të kaluarën historike të njerëzimit, sigurimi I ujit kërkonte punë të mirëfillt fizike. Duhet ecur me kilometra të tëra drejt burimit, duheshin mbajtur ene jashtëzakonisht të rënda. Një lodhje e përditshme. Dhe si rrjedhoi e kësaj, çdo pikë uji kishte një kosto të madhe të energjisë njerëzore. Njerëzit e kuptonin vlerën sepse e ndjenin në krahët e tyre. Por sot tubacionet e fshehura nën tokë kanë fshirë plotësisht këto kosto fizike. Ne nuk shohim rezervuarët që fahen mijëra kilometra larg nesh. Ne nuk I shohim akuiferët nën toksor që po shterrojnë çdo ditë. Ne shohim vetëm ujin që rrjedh pafundësisht në lavaman. Kjo është ajo çfarë perceptojmë. Pikërisht. Kjo I jep trurit një sinjal krejtësisht të rrem sigurie. Ne jemi të qetë, pavarësisht faktit të njohur tashmë, që vetëm një fraksion mikroskopik I ujit të planetit është I pishëm dhe I qasshëm. Dhe vërteta e hidhur është që një pjesë shumë e madhe e botës tashmë gjendet në kriza të thella stresi ujor. Wow, domethënë e gjitha çuji thjesht nga fakti që jemi shkëputur fizikisht nga procesi mbledhjes së ujit. Është fjalë për fjalë një iluzion vizual. Dhe kjo më çon drejtet e miti I dytë që përmend burimi, I cili të paktën mua më duket akoma më problematik. Është ai mendimi që thotë se një rubinet I hapur apo pak ujë I rrjedhur kot ashtu pa mendje, nuk bën asnjë diferencë. Ky është një arsyetim shumë I zakonshëm. Dhe këtu do t'rregohem pak skeptik, sepse, domethënë në terma të volumit global të oqeaneve, një rubinet I mbyllur keq në një tualet të thjesht duket vërtet I parëndësishëm, duket si
si një pikë në oqean. A jemi vërtet të sigurt që kjo pakujdesie e vogël ka një peshë reale, apo thjesht po përpiqemi të shkaktojmë një panik artificial për të bërë njerëzit të ndihen fajtor? E para është akumulimi dhe e dyta është vetë natyra e atij uji që po rrjedh kot. Së pari, matematika e një rubineti që pikon është vërtet kokfort. Sa kokfort po flasim? Se duket si diçka e vogël. Shiko, një pikë e vetme në sekond, nga një defekt banal, mund të harxojë mijëra litra ujë brenda një viti në një shtëpi të vetme. Është një sasi masive. Tani, merre këtë sasi dhe shumëzoje me miliona shtëpi në një qytet modern ku të gjithë njerëzit po mendojnë saktësisht të njëjtën gjë. Një rubinet s'bën diferencë. Bëhen miliona e miliona litra në ditë që hidhen dëm. Fiks. Por pjesa më thelbësore këtu nuk është thjesht sasia e ujit të humbur. Problemi është se ai që rrjedh në lavamanin ton nuk është thjesht ujë shiu i rënë nga qielli. Është ujë i trajtuar, ujë që ka kaluar përmes proceseve jashtëzakonisht komplekse inxhinierike. Është pastruar me kimikate, është filtruar dhe është pompuar me kosto shumë të larta. E drejt, është një investim i tërë brenda asaj pike. Pikërisht. Të lësh atë rumbinet të hapur nuk është një lloj si të shpërdorosh ujin në natyrë, është fjalë për fjalë njësoj si të shpërdorosh një produkt të rafinuar industrial që ka marrë energji, kohë dhe para për t'u prodhuar. Wow, ky është një dallim jetik që shpesh e negrizhojmë plotësisht. Dhe kjo na kalon natyrshëm tek ai efekti i dytë masiv që trajton udhëzuesi ynë, efekti ekonomik. Tani të gjithë e dim që kursimi i ujit ul faturën mujore të familjes. Kjo është matematikë e thjeshtë. Përdor më pak, paguam më pak. Por udhëzuesi bën një pretendim shumë më të madh dhe më të guximshëm se kaq. Pretendon se menaxhimi i mençur i ujit në nivel familjar e bën të gjithë qytetin më të çëndrueshëm ekonomikisht. Është një ndikim zinxhir shumë real, sado i çuditshëm të duket në fillim. Po ja, më duhet ta pranoj, më duket si një kapërcim mjaft i madh logjik. Si mundet kursimi im prej disa lekësh në fund të muajit në shtëpi të shpëtoj buxhetin makroekonomik të një bashkie të tërë. Duket sikur po japim një rëndësi të egzageruar një veprimi kaq të vogël. Po, kapërcimi logjik duket i madh vetëm derisa fillojmë e ndjekim rrugën e atij uji mrapsht, nga rubineti i shtëpisë deri te burimi, duke llogaritur një faturë tjetër, faturën e energjisë. Sepse duhet të kujtojmë një fakt të thjeshtë të fizikës, uji është i rëndë. Shumë i rëndë madje. Për ta bërë edhe më të prekshme këtë për të gjithë, 1 metër kub uji peshon eksaktësisht 1 ton. Tani imagjinoje pak. Për ta marrë këtë masë fizike kolosale nga një burim që ndodhet ndoshta 10 kilometra larg, për ta çuar atë në një impiant trajtimi dhe më pas për ta ngritur kundër forcës së rëndesës përmes qindra kilometrave tuba drejt kateve të larta të ndërtesave të qytetit, e gjithë kjo përkor pompa jashtëzakonisht të fuqishme. Pompa industriale që punojnë pa pushim, presupozoj. Eksaktësisht. Këto stacione pompimi operojnë 24 orë në ditë, 7 ditë në javë dhe konsumojnë një sasi vërtet tronditëse të energjisë elektrike publike. Është një nga shpenzimet më të mëdha të çdo bashkie. Ndalemi pak tu se kjo është super interesante. Pra, sa herë që unë ul konsumin tim në dush apo në lavaman, unë praktikisht po i them një makinerie gjigante në periferi qytetit të punoj me më pak xhiro. Pikërisht kjo është ajo mekanika e fshehur që nuk e shohim. Kur kërkesa totale e banorëve bie, implanti nuk ka nevojë të pompojë aq shumë ton ujë. Kjo gjë përkthehet menjëherë dhe drejt për drejt në një faturë shumë më të ulët të energjisë elektrike për ujësjellësin e qytetit. Dhe nuk mbaron me kaq? Ka edhe më shumë. Po. Sasi më të vogla uji që lëvizin nëpër ato rrjet të vjetër nënkuptojnë presion më të ulët brenda tubacioneve nëntoksore dhe një presion më i ulët redukton në mënyrë drastike rrezikun e atyre çarjeve të tubave dhe amortizimit të vazhdueshëm të infrastrukturës. Kështu një buxhet bashkiak që normalisht do të gëlltitej nga pagesat e majme të energjisë për pompat dhe nga riparimet e përditshme emergjente të rrjetit, papritur lirohet. Kjo është e jashtëzakonshme. Fiks. Ato fonde publike tashmë mund të rialokohen, mund të përdoren për ndërtimin e rrugëve, shkollave, parqeve apo edhe për të mbajtur taksat lokale të ulta. Është fjalë për fjalë një efekt domino, ku kursimi i energjisë për një shërbim liron burime për zhvillimin e të gjithë komunitetit. Është kaq e rëndësishme ta shohim kështu. Në vend që të mendojmë për ujin thjesht si një lëng, le të mendojmë për ujin si energji elektrike e lëngshme. Dhe di çfarë, kjo ide madje lidhet ngushtë me diçka tjetër që përmendet në tekstin bazë,
patriotizmi apo përgjegjësia qytetare, e cila fillon nga kujdesi për resurset natyrore të vendit. Dhe pa kaluar në asnjë lloj narrative politike apo ideologjike, sepse udhëzuesi fatmirësisht nuk e bën këtë, është një koncept shumë tërheqës. Është një këndvështrim shumë pragmatik në fakt. Po, do me thonë, të duash vendin tënd nuk përkthehet vetëm në simbole apo në fjalime të mëdha, përkthehet në mos shkatrimin e themeleve infrastrukturore të atij vendi. Një shoqëri që nuk e shpërdoron bazën e saj materiale, ka automatikisht një ekonomi shumë më rezistente ndaj krizave të papritura financiare apo thatësirave, apo jo? Jam plotësisht e bindur që ky është ndoshta përkufizimi më pragmatik i përgjegjësisë qytetare që mund të bëjmë. Qëndrueshmëria nuk është thjesht një fjalë e bukur që përdoret për fushata mjedisore. Është një term i rept ekonomik. Nëse një qytet shpërdoron ujë, ai po rrit kostot e veta të mirëmbajtjes në mënyrë eksponenciale. Po i vë gjop vetes, praktikisht. Po i vë gjop vetes, dhe pastaj, nëse përballet me një vit thatë ku rezervuaret bien natyrshëm nga mungesa e shiut, qyteti pa një kulturë kursimi pëson një shok të menjëhershëm si ekonomik ashtu edhe social. Nisin ndërprerjet, racionimet, ndërsa nga ana tjetër një qytet me konsum të përgjithshëm mund t'i përballojë ato luatjet e natyrës me shumë më pak trauma për buxhetin e tij dhe padyshim për xhepat e qytetarëve. Bën sens, dhe duke folur për natyrën dhe thatësirat, kjo na hap një tjetër dimension që trajtohet vërtet thellësisht në burimin ton, mbrojtjen e ekosistemeve dhe të jetës egër. Por përsëri, më duhet të luaj pak rolin e avokatit të djallit këtu. Patjetër, urdhëro. Sepse nëse unë bëj një dush më të shkurtër në një apartament modern, të themi në qendër të një metropoli të madh, si ndikon kjo tek një ujk, një zog apo një peshk në një pyll diku 10 kilometra larg? Si mund të mbërrijë ndikimin krejtësisht urban deri në atë habitat të egër, kur unë jam i rrethuar vetëm nga betoni? E kuptoj pse duket e shkëputur, por ndërlidhja është absolutisht fizike dhe e menjëhershme. Shiko, qytetet nuk gjenerojnë ujë nga hiçi. Ato e tërheqin ato ujë nga ekosistemet natyrore përreth tyre, nga lumet e afërt, liçenet dhe burimet nëntoksore. Kur një qytet vuan nga shpërdorimi masiv dhe kërkon vazhdimisht më shumë volum ujë për të mbajtur turistnin, zgjidhja e vetme inxhinierike është të tërheqë akoma më shumë ujë nga këto burime natyrore jashtë qytetit. Dhe ky proces i thjesht fizik sjell një reagim zinxhir katastrofik për natyrën. Okay. Le ta zbërthem këtë reaksion zinxhir. Çfarë ndodh fizikisht një lumi kur pompohet jashtë mase drejt një qyteti? Së pari, volumi dhe niveli i lumit bie natyrshëm. Kur një sasi më e vogël uji lëviz në atë shtrat dhe ekspozohet në errezeve të diellit, ai uji ngrohet shumë, po shumë më shpejt se zakonisht, dhe temperatura më e lartë e ujit do të thotë automatikisht një gjë në kimi, më pak oksigjen të tretur në të. Që do të thotë një ambient i vdekur për peshqit. Pikërisht. Peshqit dhe të gjithë organizmat ujor fillojnë të mbyten nga mungesa oksigjenit, dhe ndërkohë ato kushtet e ngrohta nxisin edhe rritjen e algave toksike që asfiksojnë akoma më shumë lumin. Më pas, ky degradim nuk mbetet vetëm në ujë, ai përhapet në breg. Te kafshët toksore, domethënë. Po ato liçensi të vetmin burim të sigurt për të hidratuar apo për të gjuajtur, e gjejnë veten papritur pa ushqim dhe pa ujë. Ato detyrohen të migrojnë me detyrim ose, më e keqa, të përballen me zhdukjen e atë zonë. Madje edhe rrjetet e ujrave nëntoksore thahen, duke bërë që edhe drurët dhe pyjet përreth të humbasin burimin e tyre ushqyes dhe të thahen. Vërtet e frikshme si përshkallëzohet kaq shpejt. Është një rënje dominosh. Kur flasim për mbrojtjen e ekosistemeve përmes kursimit nga shtëpia jon, po themi literalisht këtë gjë. Duke lënë ujin në burimin e tij natyror, ne i ruajmë temperaturën dhe oksigjenin, duke lejuar që rrjeta e jetës të mos bjerë në kolaps. Çdo litër që kursehet në dushin ton është një litër që mbetet fizikisht atje në lum. Kjo i jep një dimension krejt tjetër asaj që ne bëjmë çdo mëngjes në shtëpi. Domethënë, të kuptosh se oksigjeni në një lum jashtë qytetit valet drejt për drejt nga koha që lihet hapur dushi yt, është e frikshme, por njëkohësisht edhe fuqizuese në një farë mënyre. Kemi pushtet, por megjithatë, duke parë përmasat masive të problemit, që nga konsumi i lartë i energjisë për pompat e deri tek shkatrimi i habitateve prej mungesës së oksigjenit, njerëzit mund të ndihen të paralizuar nga e gjitha kjo. Është shumë e vërtet, duket si një barë shumë e madhe. Po, sepse nëse rreziku është kaq makro,
Duket sikur asgjë që mund të bëjë një individ i vetëm nuk ka rëndësi. Ky është pikërisht ai miti i tretë që udhëzuesi ynë trajton. Mendimi se kursimi i ujit është i vështirë dhe që kërkon sakrifica të mëdha nga ana jonë. Ndoshta njerëzit mendojnë se u kërkohet të kthehemi kushteve të mesjetës dhe të lahemi me një kovë me ujë në obor. Si përgjigjet burimi i këtij fatalizmi? Udhëzuesi thekson se ky paralizim vjen nga një keqkuptim total i asaj çfarë kërkohet realisht nga ne. Për të zbatuar këtë ekuilibër, askush nuk kërkon që individët të heqin dorë nga higjiena moderne apo nga komoditeti bazë që kemi arritur sot. Zgjidhjet që propozohen nuk janë fare radikale. Po çfarë janë atëherë? Ato përfshin veprime fare të thjeshta si mbyllja e rubinetit ndërkohë që lajm dhëmbët. Vetëm ky veprim banal kursen deri në 7 litra çdo minutë. Ose përfshin riparimin e menjëhershëm të atyre rrjedhjeve të vogla nga tubat që diskutuam pak më parë. Gjithashtu, përdorimin e lavatriçeve vetëm kur janë të mbushura plot për të maksimizuar atë efikasitetin e ciklit larës e të tjera si këto. Dhe mbi gjitha, edukimin e fëmijëve që ujin ta trajtojnë me një lloj respekti. E gjithë thelbi këtu qëndron te thyrja e asaj pandërgjegjshmërisë son kur jemi para rubinetit. Askush nuk kërkon vuajtje nga ne. Kërkohet thjesht eliminimi i atij harxhimi të verbër dhe të panevojshëm. Të qartë, dhe në material përmendet një fjali që, them të drejtën, mendoj se është thelbi i gjithë kësaj qasje. Shkruhet aty. Nuk kemi nevojë për veprime perfekte. Kemi nevojë për njerëz që përdorin ujin me mençuri çdo ditë. Dhe kjo ide duket sikur heq një peshë të madhe stresi. Nuk ka nevojë që një familje të jetë e përsosur nga ana ekologjike, apo të instalohen pajisjet më të fundit teknologjike që kushtojnë sa qimet e kokës. Nëse çdo antar zhvillon atë që quhet një kulturë përgjegjësie. Por pyetja ime këtu është e fokusuar te ardhmja. Pse insiston kaq shumë dokumenti te edukimi dhe te kjo kulturë? Çfarë impakti mund të ketë realisht mësimi i një zakoni kaq të vogël te një fëmijë? Arsyeja pse Soposit bie kaq fort te ndërtimi i kulturës dhe jo thjesht te krijimi i një paniku të momentit, është për shkak të fuqisë së atij akumulimit ndërbreza që përmendëm. Le të marrim një analogji të thjeshtë sociale për ta kuptuar. Ka pasur një kohë kur hedhja e mbeturinave në rrugën nga dritarja e makinës ose pirja e duhanit në ambiente të mbyllura mes njerëzve konsiderohej plotësisht normale dhe pas një pasojë. Po, e mbaj mend të gjithë, tako ishte kudo. Fiks. Dhe u desh një zhvendosje masive kulturore ndër vite për t'i bërë ato veprime plotësisht të papranueshme nga ana shoqërore sot. E njëjta gjë duhet të ndodhë domosdoshmërisht edhe me shpërdorimin e ujit. Kur familjet mësohen që nga një moshë e hershme se uji është një resurs i çmuar dhe jo një burim i pakufizuar, ky zakon i vogël shndorohet ngadalë në një instinkt bazë për ta. Por ky brez pastaj të rritet, ata do të janë inxhinierët që ndërtojnë qytetet tona të nesërmes. Do të jenë ata që hartojnë politikat. Pikërisht, do të jenë politikanët që hartojnë buxhetet për infrastrukturën publike dhe sigurisht qytetarët që vendosin standardin asaj që është e pranueshme në një shoqëri. Ndërtimi i kësaj kulture është mekanizmi më i sigurt dhe më afatgjat për të garantuar që qasja në ujë të pastër të mbetet një e drejtë themelore edhe në dekadat që vijnë. Ndaj të mësosh diku të mbyll çezmën sot nuk është thjesht kursimuje, është një investim direkt në atë se si do të qeveriset kjo botë nesër. Pra, kalojmë nga një detyrë mekanike, që shpesh na duket bezdisëse, në një vlerë të mirëfillt shoqërore që ne e trashëgojmë. Është një ndryshim i madh perspektive. Dhe kështu, me këtë mendim, mbarim në fund këtij udhëtimi të gjatë dhe zbulues që e nise me udhëzuesin e mrekullueshëm, kurse ujin çdo pikë ka vlerë. Për të bërë një përmbledhje të shpejtë të hapave që kaluam në këtë thellim sotëm, fillimisht hoqëm atë mbrojtjen psikologjike të iluzionit bollokut dhe sqaruam se ato pak kujdesit e vogla në dukje vlejnë jashtëzakonisht shumë kur shumëzohen me miliona e miliona përdorues çdo ditë. Ai shumëzimi ditor që bën dëmin më të madh. Po, pikërisht më pas zbuluam se si ulja e kërkesës nga shtëpitë liron një sasi masive të energjisë elektrike të përdorur nga pompat e ujësjellësit bashkiak. Dhe kjo e ul koston e mirëmbajtjes, mbron tubacionet nga presioni i lartë që i qanë ato, dhe në fund të ditës rrit atë që quajtëm qëndrueshmëria ekonomike e vetë qytetet tonë. Që është thelbësore për një qytet që funksionon mirë. Definitivisht. Dhe pas ekonomisë, kaluam te natyra.
Pam anën fizike të ndikimit në mjedis, ku theksom se sasia e ujit që lëm të rrjedh qetësisht në lumenj, garanton temperaturën e duhur dhe oksigjenin e nevojshëm për të mbajtur gjallë peshqit dhe kafshët e egra në ato ekosisteme. Dhe në fund fare e sollëm të gjithën në një rrafshk thellësisht praktik, duke vërtetuar me shembuj se zgjidhja nuk është as pak radikale, nuk kërkon kthim pas në kohë, por kërkon thjesht ndërprerjen e një shpërdorimi të kotë dhe atë edukimin e vazhdueshëm të brezave të rinj. Unë mendoj se çdo dimension që ne analizuam sot mbështet fuqishëm atë konkluzionin qendror që besoj e kuptuam të gjithë, se uji nuk është thjesht një element natyror, por është fjalë për fjalë guri i themelit i çdo funksioni njerëzor dhe ekologjik. Ndikimi fillon nga portofoli i shtëpisë son, kalon përmes buxhelit bashkisë, shtrihet larg tek ekosistemet e egra dhe lëvulën e tij absolute tek e ardhmja e sigurt e një shoqërie të tërë. Dhe kjo e bën ujin resursin e vetëm ndoshta, kundër hyrjet në atë nivelin mikro, sa hapim e mbyllim rubinetin, reflektojnë kaq qartë dhe me kaq shumë forcë në nivelin makro të gjithë planetit. Një përmbledhje vërtet e shkëlqyer dhe përpara se ta mbyllim këtë bisedë sotme, ka një mendim të fundit, diçka që provokon vërtet shumë dhe na nxit për të shkuar edhe përtej asaj që lexojmë në letrat e këtij udhëzuesi. Është një fakt absolutisht i pamohueshëm rreth natyrës së planetit, që ne shpesh, për të mos thënë gjithmonë, e anashkalojmë. Uji nuk krijohet dot nga e para, nuk mund të gjenerohet nga hiçi, dhe as nuk mund të largohet në hapësirë. Ai është një sistem krejtësisht i mbyllur dhe një cikël i pandërprer historik. Është gjithmonë i njëjti ujë që qarkullon. Fiks. Ai avullon nga oqeanet, kthehet lart në re, bie sërish si shi, depërton thellë në nën tokë dhe kalon përsëri nëpër lumenj e pastaj në tubacionet tona. Dhe e gjithë kjo do të thotë diçka absolutisht mahnitse dhe ndoshta pak friksuese kur e mendon thellë. Ai ujë që gjendet sot në lavamanët tan, apo që ne e shpëlajmë pakujdesisht pa e menduar 2 herë aty në tualet, është fizikisht eksaktësisht i njëjti ujë që qarkullonte në atmosferë miliona vite më parë. Është i njëjti ujë që shuan etjen e dinozaurëve apo çdo gjallëse tjetër antike. Dhe gjëja më e rëndësishme nga të gjitha është se ky është eksaktësisht i njëjti material natyror që brezat pas nesh, ndoshta pas qindra apo mijëra vitesh, do duhet të përdorin për të ndërtuar botën e tyre atëherë. Domethënë, ne të gjithë po përdorim huaj një depozit të përbashkët molekulash. Është një perspektivë vërtet rrëqese ta mendosh kështu. Jemi thjesht një stacion kalimtar për të? Jemi vizitor. Prandaj ngrihet edhe ajo pyetja madhore. Duke parë që jemi thjesht vizitor në këtë cikël të përjetshëm të ujit, çfarë historie dhe çfarë standardi po përcjellim vërtet përtej tubacioneve tona, kur ne vendosim të ruajmë ose ta shpërdorojmë atë që na është dhënë kështu në mirëbesim. Ndoshta e theksoj, ndoshta është diçka për të cilën ja vlen të reflektohet thellësisht. Herën tjetër, kur do të rrotullohet ajo doreza metalike në shtëpi për të lënë ujin të rrjedh. Sigurisht që ja vlen, më shumë se kur. Shpresojmë vërtet që ky diskutim i sotëm të lor pas një perspektivë të re dhe ta bëjë çdo zhurmë uji që rrjedh të dëgjohet pak më ndryshe nga gjithë ne. Gjithë